Pejgamberi alayhi salatu wassalam I ka dalluar shokët e vet me secili me veçorinë e vet. Tregon Anas ibn Malik radhiyallahu an, hadithin se ka nxjerr Imam Tirmidhiu, ka thënë alayhi salatu wassalam, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr." Më I mëshirshëm me ummetin tim, edhe nga ummeti jam, kush është? Abu Bakri. Ndërsa më I fortin fe është Omeri. Ka thënë ndërsa më I turpshëm I ummetit tim është Uthmani. Më gjykatësi është Aliu. Më I miri në leximin e Kur'anit kush është? Ubej ibn Ka'bi. Më I dituri për halalin dhe haramin Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhum. Ka thënë dhe më smirti që e njeh trashëgimin kush është? Zeid ibn Thabit. Kiç ka mësuar gjuhën te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të jehudive. Pastaj ka thënë çdo popull e ka një besnik. E besniki I ummetit tem është Ebu Ubejde ibn al-Jarrah. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyja, nëse I morna edhe I përzina, domethënë nëse thojnë kështu, më I mëshirshëm I ummetit është Ebu Bekri. A nuk ka I mëshirshëm Omeri? Është I mëshirshëm. Po ja shkon Ebu Bekri. Mirë, Ebu Bekri, a nuk është I fortë veja? Po është I fortë. Ama Omeri shquhet. E kupton, shquhet, dallohet me këta. Ebu Bekri, a nuk është I turpshëm? O I turpshëm. Uthmani shquhet. Andaj thot Ibn Qayyim al-Jauziyja dhe Ibn Hajar al-Asqalani ka përmendur të njëjtën. Ka thënë, çdo njani prej tyre e ka cilësinë e këtëve. Domethënë, Ebu Bekri është I mëshirshëm, I fortë në fe, I turpshëm, e një gjykimin, e një trashëgiminë, e lexon Kur'anin, është besnik, por se shquhet me mëshirë. Edhe Omeri, këti ka shquhet me, a kuptove tani? Po sicili ka pikëtve, ama njani shquhet me më shumë. Kjo çka argumenton dhe zot? Se mësa nuk I kanë përzi këtë gjëra. Ka thonë këtë njësoj me jeni. Nëse nga këtë njësoj. Si cëllis quhet me ata që ja ka dhanë Allahu te bareke ve teala. Në luftën e Hudejbjes, marrëveshjen e Hudejbjes, ka qenë sahabe e ka pas emrin Salamatu ibn al-Akwa. Trim kanë thënë dietarët min usud al-Arab. Domthon tash ka shumë histori me kallzu koha nuk na premton, apo Asad ibn al-Akwa, Salamatu ibn al-Akwa, trim I madh. Kur s'ka kthit e madh, vetëm para. Apo më këta kanë shfrytzuar se ka pasur për arabëve në paganizëm. Mirë po, këta është qu se o konë musliman. E në luftën e Hudejbjes, pejgamberi sallam ju merë besë se s'kanë me ikë sahabeve. Se o konë luftë e ashpër. Edhe si ka di që ka mendo. E në konë pa armë, aja dosh më këthi për umrës. Edhe I ka morë në pëjmë, ja u ka morë besën, si cëllit. Edhe ja ka morë besën që ti Selemetur ibnul Ekwa. Edhe ka shku të tjerë të ja morë besën. Prapu këthi të Seleme. Ka thënë, o Seleme, asë për ma zgatë dorëna? I thash, ja Rasulullah, ta zgatave, ta thash besën. Ba ja tuke, ja Rasulullah, ta thash, bejan ja Rasulullah, besatimin që u kry, deri në fund, se për mësam ju ka morë besë, që s'ikni edhe nëse vriteni qëtu. Qështu e ka thënë besën? Allahu ka zbit ajete. Aba, Allahu gjitha ka zbit ajete, në surën Feth, ku Allahu gjitha thot, Allahu është I knast, me qëta që të ka thënë besën, të pema. O sill prap të tjerët, edhe I ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasallam për 3 herë. Ka thonë ja Rasulullah, I ka thonë Selemes, ja Seleme, as po ma jep besën? Ka thonë ja Rasulullah, ta dhash të parën herë, edhe dytën herë, po që edhe tretën. E dietarët vetë kanë diskutuar pse ka marrë 3 herë besën. Kanë thonë dietarët, që ka përmendur Ibn Hajar al-Asqalani dhe Imam Newawiu, ka thonë sepse Salamatu ibn al-Akwa o kon trim I madh, e ju ka dashur. Apo e tjerë ju ka marrë kanë një herë. E ka thonë, ai çka duhet shumë, çka dush me bëu me ta? Çka dush me bëu me ta? Ka thonë, sigur e ka përforcuar. Ma jep edhe një herë besën, edhe një herë, se ti më duhesh këtu, apo edhe 3 herë. Kan thonë dietarët për me ja tregu, mpah me ja shfaq se ti je pitrimave rringat. Atë shikoj për mësam, I ka lavdruar, edhe e ka bënë një luftë, një prej gazawatëve, një ekspedicë që e ka bë, edhe ka treguar trimnit madhe kur ka ardhur pejgamberi alayhis salatu wasallam, e ka lavdruar shumë. Unë ka thonë sa I mirë që është Seleme. Si tregoj, tash mësina detalet nga se koha na ka mbaruar I përmendë disa prej ngjarjeve të tjera. Gjithashtu pejgamberi alayhis salatu wasalam u ka miratuar gjykime duke qenë gjallë disa prej sahabeve. Sigurisht ja ka miratuar Aliut radhiyallahu an. Tregon Hanshi ibn al-Mu'tamar thot se në ditë për ditë ka qenë Aliu në Yemen. Edhe ka ndodhur një fatkeqësi. E kanë qelë një grop për me zonë një luan. Me zonë një luan. Edhe e kanë zonë luanin
Edhe tash tu sillat i pari për punë që i kanë pas. Njani për tyre i ka rëshit kama edhe ka ra të luani. Tu ra e ka kapë dhe një tjetër. A i tjetër e ka kapë dhe një tjetër, 4 veta kanë ra. Apo? Do na njani i ka rëshit kama, drejtë në ngojt luani. Edhe tjetërin si cili e ka ngrit tjetërin, 4 veta. Edhe pasaj kanë morë këtë njerëzit mi ngrej, ama i ka fshu si cëllin, luani. Edhe kanë drujit. Atëherë, familjarët e vetë kanë thonë, në i vratën gjemët. Edhe kanë pas Aliun radiallahu an, duke qenë ai i pranishëm ati. Edhe i kanë thonë, kush përna e gjikon këtë rast? Aliu ka thonë, unë ja u gjikoj këtë rast. Ata kanë thonë, atër ju ka thonë Aliu radiallahu an, ose ja u gjikoj unë, ose e pyet një pejgamberin se sellem ku të ktheheni, kur takoheni. Ata kanë thonë, çish po e gjikon? Shikoni vëllezër. Kjo është kur i e gjeni, kur i e aft, edhe gjikon me urtësi. Ka thonë, i bjeni ata çka duhet me e pagujt gjakun, ata se të janë bo sebeb bu bo kjo grop. Pastaj që ka thonë, të parit që ka dek, ja hekni, do më thonë, 3 pjesë, 70% nga e pagesa që duhet mja dhanë. Ka thonë të dytit, ja hekni, në fakti të parit ja ka hek 4, të dytit ja ka hek 3, i tretit ja ka hek gjysën, edhe të fundit që ka dek, ka thonë ja hekni këtë parët. Edhe kur kanë shku të pejgamberi se zemë dhe ja kanë kaldu që shka gjikue, ka thonë që shtu kisha gjikue dhe une. Pse? Ka thonë djetarët, i pari i kanë ngrej 3 veta. Ja ka hek Aliu 3 pjesë të asaj shka ki mu pagujt. Se ti, po një me dhe ti ke dek, ama dhe 3 veta i ke morë. Do mo ti të bje -3. A dhe ja ka thonë vetëm 1/4. Pse? Se ti e vet i 4 që ke dek, i e bo sebeb. Dytit ja ka hek për atat 2 që ka i ka morë me veti. Tretit gjithashtu për 1, edhe të fundit ka thonë këti paguja një kesë, kësë ka faj se ka ngrej kërkan. A ti kushtu e qysh me e gjiku? Apo? Andaj, për kësi gjikime vezër është qu edhe kush? Edhe Imam Ebu Hanifja. Imam Ebu Hanifja është qu për kësi gjikime të holla. është qu për kësi gjikime të holla. Kjo ka qenë për jasët se në ka përmen djetarët në vlerën e sahabëve të pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Gjithashtu vezër, pejgamberi aleyhi sallam i ka pa aftësit dhe intelektet të shok të vetë. Për intelekteve që e ka pa Abdullah ibn Abbasin radiallahu an. Në ditë për ditëve të regon Abdullah ibn Abbasi, thot e takova pejgamberin sallallahu aleyhi sallam duke shku për në nevojtore. Thot edhe deshta t'i bëj hizmet. Apo thot edhe ja mora ujin hazër kur dale me mora abdes. Thot edhe ja qova ngat derës. Apo as nuk ka një atje, nga se pejgamberi ka pas tradit kur ka dalë në nevojtore, kur ka qenë domon jashtë shtëpie, ka shku larg. Ju ka qenë traditë e arabëve. Ka shku larg, e pastaj ka kryer nevojën edhe është kthye. Edhe dikush prej tyre ka shoqërua që t'ja kryejnë nevojat. Thot Abdullah ibn Abbas, e mora unë do ujë, edhe ja lash ngat. Apo kanë thonë dietar, shiko, nuk ka hi aty mrena, as nuk ka nejt larg, por ja ka lënë ujin edhe është largue. Kjo për mençurisë. Domthon, ai mos dalet tash për nevojtorëve të vënë larg, e ta lipe ujin, ai ja ka lënë ngat edhe u largu vet. Kjo mençuri e madhe. Apo edhe ku ka thonë sa kush e bani që ta i than djali i Axhës tan Abdullah ibn Abbasi, ka thënë Allahumma faqihhu fi din. O Allah mësoja fejen. Domthon, masi pas ka ai këtë aftësi, pas ka këtë gjenalitet, o Allah mësoja fejen, pas e ka thënë, o Allah mësoja fejen dhe mësoja kuptimet e Kur'anit, çka i quhet ta'wil. Ta'wil vëzër do më thanë, zbatushmëria e një ajetin në jetët, në realitetin praktik. Çka po thot shkjo ajet? E ualuha, ku e ka rajën në bazë, shkjo do më të ta'wil. Apo kemi folë për ta'wil, nëse mësën Allahu Gjela, në njëherë tjetër. Andaj, ka ba dua pejgamberi për Abdullah ibn Abbasin që të jetë për atyre se e kuptojnë fejen të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e ka kuptue hollësirat e ajeteve. Atë shumë ka qenë i shquar dhe zër për njohje, sa që Abdullah ibn Abbas dhe zër, tash pe shohmi domon sot po kanë kohë njerëzit, jo po zgjatët dersi, s'po zgjatët dersi, apo s'ka lidhje. Abdullah ibn Abbas dhe zër
Tan ditën ders e ka mojt. Tan ditën e ka mojt ders. Ka mojt ders tefsir. Pastaj ka mojt ders hadith. Pastaj ka mojt ders e jamul arab. Ka tregu për arabt. Ka qenë filani, o kon filani, fisi filanit, babgjishi filanit. Pastaj ka mojt ders me poezi. Apo e kanë qelë mushafin, e kanë kry dersën e Kur'anit, edhe ka thonë tash shlonun poezi. Shko vëzër, alimin atë kohë vëzër, alimi nga sahabët e mësam, dhe kjo ka qenë shquar. Nuk e ka ditë vesh një shkencë, ka ditë shumë shkenca. Ka ditë shumë shkenca. E ka ditë Kur'anin, ka ditë hadithin, ka ditë historia, ka ditë gjuhën, ka ditë poezia, ka ditë strategjit luftës. Janë konë njerëz të plot. Pastaj është shquar me diçka. Abdullah ibn Abbas vëzër të shquar për tefsir. Ama ai di shumë poezitin. A dhe thot një ditë për ditëve, thot isha të lexuar në Kur'an një ajet. Fatira as-samawati wal ard. Kur'an vjen khaliq as-samawati wal ard. Alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Pastaj vjen fatir, një prej emrave të Allahut është fatir as-samawati wal ard. Tha edhe se kuptojsha, çka pi bie fatir as-samawati wal ard. Çish i bie? Thot edhe shkova te do arab, nomad atje. Thot edhe i gjeta tu përla për një bunar. Edhe njani thojke, unë e kum qel. A i thojke, joj, unë e kum qel. Ama shprejen, unë e kum qel, thojke, ene fatartuhu. A e ka përdorë të qenë, fatar. Thot, edhe u ktheva në Kur'an. Taman. Arabi e përdorë ka qështu, kjo i beka, aje ka qa qilën. Qika dhe zë? E merë pita Arabi, a konë interesu. Ande kërë kanë vetë Abdullah ibn Abbasin, pika gjithë këtë ilmë. Thot kum nejt në dyrt e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në vapën e nxehtit, e rishat e njani prej derës atynve, thot vallahi me pas dasht, veç që kisha thënë, ka ardhur djali i Axhës, ma kishin çel derën. A në ditë për ditë ka po Zejdi, e ka po tunet në derë. Kur e ka çel derën ka thonë, "O valla." Ka thonë, "Po pse vetë ka zonat, morna mrena." Ka thonë, "Jo." Ka thonë, "Priti, unë kur del ti, të vetë diçka." Hajt ka thonë, kur i kam vëmsam në ndek, çka keni bë? Hajt në hut çka keni bë? Edhe veç kam ledh. Kam ledh, e u bo alim. E pasaj para më në dhe duaja për nga mberi sëllem. Abdullah ibn Abbasit ashtë nuk kemi folë për historinë e Abdullah ibn Abbasit, ka qenë shumë i shquar ilm. E një ditë për ditë, të regon Abdullah ibn Abbasit, thotë isha i vogël, i ri, kur ka ndru jetë, për nga mësam sa i ka pasë Abdullah ibn Abbasit dhe zë? Abdullah, 13 vjetë, ka ndru jetë. Do vonë, a mund shme para mu dhe zë 13 vjetë, 2 vjetë e ka pasë pushtetin. Ebu Bekr Siddiku i ka po 15. Në 16 vjetë, 17 vjetë e ka shtije Omer Khattabi këshillin e shtetit. O dhe zë Omer Khattabi, e disa pushtet ka, hinë shkuje në Google ati, geografia Omerit, harta, del ati, ka pos këtë vend. Antaj Omer Khattabi një ditë kur ka po haqe, përmenda, ka thonë, Allahumme, o Allah, merëm, se shumë mu ka shtu e njerëzit, s'po mu mi kontrolu kej. Kjo ka qenë Omer Khattabi. E një ditë të regon Abdullah ibn Abasi, thot, hinëm në këshill, e patëm një punë. Thot edhe u prakën do pleq të këshillit vjetër. Edhe i than Omer Khattabit, o prisi muslimanve, kejt be kena fmi, pse pe merë këtë fmijen? Shko vëzë dalimi. Tha kejt kena fmi, pse pe merë ti? Edhe na e kena ka një qësi. Shi që le ka një 16 vjeqarë të shpia. Atëherë Omer Khattabi, thot Abdullah ibn Abasi, deshti me kalzu, pse me merë mua? Apo, tha, tamam, e ka kryat punën. Pastaj ka thonë, tash për ju vetin një ajet. Ka thonë fjalla Zoti Gjeli Gjelaluhu në Kur'an, idha jaa nasrullahi wal fath, wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Çka i bie? Thotë edhe fillun ata me fol. Njani prej tyre tha, ka thonë Allah i falenderon e Zotin, ku t'ju nimoje, bani istighfar. A tjetri tha, çlirimi i veneve. Idha jaa nasrullah, ku t'vene çlirimi i Allahut. Edhe dikush prej tyre tha nuk e di. Atar tha prisi muslimanëve, o Ibn Abbas, qish po thuti? Që këtë kur do me shfash blera? Qish po thu me ilm? Qish po thuti? Tha, unë nuk tham si as njani për këtinë. Tha, qish po thuti? Tha, unë tham, kjo ajet është e gjeli Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Kur ka zbrit kjo ajet, Allahu gjerë sigur i ka thonë për e mësam, tash përgadit të se i të dek. Edhe i ka thonë, Omer Khattabi, ka thonë, vallahi nuk është qish po thue, vesë se qish po thuti. Ka thonë, se mas që saj sure, pejgamberi sallallahu ka thonë, o ju njerëz, mu ka afru e gjeli. A shko, ilmi vëzër? Ka thonë 17 vjetë, ama 17 vjetë, ama njani i ka bo 70 vjetë, ama ala midhet me pravat e komunizmit taj. 70 vjetë, thotë, unë jam ma plak, ngom një muë,
Kur kum punu në 50 vjet në firmën e shkijeve ju ku i nikon. Po lejeve Allah pastaj çaj krijem ku ke punu ti, kallxove diçka a di për Allah pe pejgamberin se a di me dini urtësit ja von. Jam lodh thot unë. Çe e lodhi? E mirë, çka kena fajna se ti e lodh. Po dhe këto janë lodh valla. Këto janë lodh. Ama lodhja jote nëse musu mban dobi, pse duhet unë me ditat lodhi? Unë duhet me pështu unë valla. Unë duhet, ti ke bë 80 vjet, ti ke bë 90 vjet. Kallxom me diçka se unë kam me met, ti ke me shku. Çka duhet me bë unë mas asajna? Andaj Abdullah ibn Abbasit i tha Umar Khattabi, nuk e di këtë punë, pos çish po thue, pos çish po thue ti. Kjo ka qenë prej vlerave që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka dhënë shokëve të vet.